Rreth 1800 maturantë të gjimnazeve të qarkut të Korçës ju nënshtruan sot provimit të matematikës, provimi i tretë i maturës shtetërore 2026. Testimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë 30 minuta, ndërsa procesi u zhvillua në 12 qendra provimi të ngritura në të gjithë qarkun. Sipas burimeve zyrtare, mbarvajtja e provimit u garantua nga rreth 150 administrator të angazhuar në qendrat e testimit, pa u raportuar probleme gjatë zhvillimit të tij. Pas përfundimit të provimit, një pjesë e maturantëve u shprehen se testi i matematikës ishte më i vështirë krahasuar me provimet e zhvilluara më herët. Sipas tyre, disa prej ushtrimeve kërkonin më shumë kohë dhe përqendrim, duke e bërë testin më sfidues. Provimi ishte me nivel mesatar, ndoshta pak më i lartë se mesatari, ishte pak i vështirë si provim, po që i zgjidhem të gjitha. Mesatari ishte i vështirë. Ishte i vështirë, po kaluam, besoj. Kishte pak pyetje të nivelit pak më të lartë se nivelit tonë, po ishte jo shumë i lehtë, po ishte i vështirë. Ndoshta ishte më i vështirë nga provimet e tjera? Po, nga provimet e tjera anglisë së ri, gjuhë letërsis ishte shumë i vështirë. Patjetër që ato kanë probleme të tjera, por ky ishte më i vështirë. Provimet e maturës shtetërore do të përmbyllen më 23 qershor me provimin e lëndëve me zgjedhje, duke shënuar fundin e procesit të testimit për maturantët e këtij viti.